Parlamenti i Kosovës mbajti një seancë të jashtëzakonshme të fokusuar në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit dhe përfundimet e deritanishme të dialogut. Opozita kërkoi pezullimin e bisedimeve, pasi marrëveshjet e arritura deri tani i konsideron të dëmshme dhe kthim prapa për Kosovën, ndërsa kryeministri Thaçi deklaroi në kuvend se negociatat nuk e dëmtojnë shtetin e Kosovës. Konkluzionet e arritura nuk e vënë në asnjë mënyrë në pikpyetje integritetin, sovranitetin dhe pavarësinë e vendit. Pohimet se gjoja këto marrëveshje zhvlerësojnë shtetin e Kosovës janë të paqëndrueshme dhe amatoreske. Kreu i qeverisë tha se delegacioni kosovar është i barabartë me atë serb në dialogu në Bruksel dhe kështu do të ndodhë edhe në bisedimet në vijim. Ai theksoi se ato do të ndihmojnë në gjetjen e zgjidhjeve të problemeve për qytetarët, siç është lëvizja e lirë, dhe ato zhvillohen paralelisht me integrimin e vendit. Thaçi deklaroi se perspektiva europiane dhe euroatlantike e Kosovës është e qartë dhe e garantuar sikur më parë, ndërsa në procesin e dialogut vendi ka mbështetjen e vendeve të BE-s dhe NATO-s. Edhe Serbia do të ketë perspektivë evropiane. Por asoj është bërë qartë se nuk mund të pengoj rrugën e Kosovës drejt bashkimit evropian. Dhe nuk do të ketë kufar vetoje dhe nuk do të bëhet kur antare bashkimit evropian pa pranuar pavarësinë e Kosovës. Gjatë seancës, kryeministri replikoi me kreun e grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri, që i kërkoi të deklarohej nëse ishin pro apo kundër dialogut me Serbinë.